Në cilësinë time si ushtruesit detyrës së kryeprokurorit të shtetit dhe antar ex officio i Këshillit Prokurorial të Kosovës, deklaroj të hapur mbledhjen e parë të Këshillit Prokurorial të Kosovës në përbërjen e re institucionale, pas hyrjes në fuqi të plotë të ligjit nr. 08/L-249 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga data 1 janar 2026. Sipas kornizës ligjore në fuqi, Këshilli përbëhet nga 7 anëtarë. Në këtë mbledhje janë të pranishëm 5 anëtarë, me çka përmbush kushtin ligjor për formimin e kuorumit. Procedurat e vendimarrjes dhe mënyra e votimit zbatohen në përputhje të plotë me dispozitat e ligjit në fuqi. Në mungesë të kryesuesit të zgjedhur të Këshillit, drejtimi procedural i kësaj mbledhje realizohet nga ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, në cilësinë e anëtarit ex officio, me qëllim të garantimit të vijimësisë institucionale, respektimit të procedurës dhe funksionimit të rregullt të Këshillit deri në zgjedhjen e organeve udhëheqëse. Kjo mbledhje ka karakter konstituiv dhe funksionalizues. Ajo shën fillimin formal të funksionimit të Këshillit në konfigurimin e ri ligjor dhe institucional dhe synon krijimin e parakushteve procedurale për funksionimin e qëndrueshëm dhe të lidhshëm të Këshillit. Qëllimi parësor i kësaj mbledhje nuk është trajtimi i çështjeve meritore apo kontestuese, por ndërtimi i bazës organizative dhe procedurale mbi të cilën Këshilli do të ushtrojë kompetencat e tij në vijim. Duke patur parasysh rrethonat institucionale, ndryshimet ligjore, strukturore dhe çështjet e ngritura nga disa anëtarë përmes komunikimeve zyrtare para thirrjes së kësaj mbledhje, kam kërkuar opinion ligjor nga zyra ligjore e Këshillit Prokurorial të Kosovës me qëllim të sigurimit të orientimit teknik dhe interpretimit të unifikuar procedural. Ky opinion ka karakter këshillënës dhe shërben si urdhërrëfyes teknik për respektimin e parimeve të ligjshmërisë, sigurisë juridike dhe rendit procedural. Ai ka konfirmuar se mbledhja e parë e Këshillit në përbërjen e re duhet të trajtohet si mbledhje me karakter konstituiv dhe funksionalizues, e orientuar në krijimin e parakushteve për funksionimin e rregullt institucional. Në këtë kohë, rendi i ditës për këtë mbledhje është përcaktuar në përputhje me këtë karakter dhe përfshin vetëm çështje që lidhen drejt për drejt me organizimin dhe funksionalizimin fillestar të Këshillit. Konkretisht, në 1. Shqyrtimi dhe miratimi i rregullorës për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, harmonizuar me ligjin nr. 08/249. Në 2. Marrja e vendimit për shpalljen e thirrjes publike për kandidatura për kryesues dhe zëvendës kryesues të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ky rand i ditës është ndërtuar për të garantuar dishmëri, stabilitet institucional, siguri juridike dhe për të shmangur ndërmarrjen e veprimeve që mund të cënojnë procedurat gjyqësore në zhvillim apo parimet themelore të administrimit publik. Kam besuar që përbërja e re e Këshillit do të reflektojë që s'po këtë mos përsëris gabimet e njëjta që ka bërë përbërja paraproke, por si duket në mesin tonë kohën dhe anëtarë që ndjekin logjikën dhe rëndësinë e njëjtë se ajo që shkak. Nga 8 janari jemi duke u takuar formalisht, por nuk kemi arritur kompromis dhe 3 anëtarë të Këshillit kemi propozuar me shkrim rënien e ditës për çka sa nuk figuron në rëndite. Me këto veprime, ju kryesues i këtij takimi po tregoni që jeni paksa pengus i reformës, po e kaloni autorizimet tuaja dhe keni detyrim me bon funksional Këshillin dhe ju me i pengu propozimet anëtarëve të Këshillit kur ato kanë një shumicë. Kandidatës Bajrami, ajo përbërje i ka mohuar një të drejtë, të cilën kolegët e saj, 74 prokurorë të shtetit, ja kanë marrë votën e tyre. Përderisa Këshilli ende nuk ka marrë një vendim formal ligjor në lidhje me certifikimin e saj, përderisa gjykata administrative është duke trajtuar këtë çështje, ju dëni të filloni procesin e zgjedhjes kryesuesit,
duke ja pamundësuar pjesëmarrjen në këtë proces zonës Bajrami, e cila ka fituar të drejtën për të qenë anëtare e Këshillit. Nuk është as ligjore, as etike që kjo përbërje të vazhdoj me mendësinë e përbërjes së kaluar, që prokurorin i cili ka fituar përkrahjen e 74 prokurorëve po vazhdojnë ta mbani peng, tani t'ja pamundësoni të drejtën eventuale për të zgjedhur apo për të zgjedhur. Zonja Elza Bajrami është zgjedhur me 74 vota dhe përfaqëson nivelin themelor. Dhe jo me këto veprime po çoni sinjal se jeni kundër vullnetit të kolegëve tuaj. Në këtë sallë, ku jemi këtu, e kemi edhe betimin e prokurorit atje, mirë është që është vendos, sepse po shihet që dikush ka nevojë me lezu pak më shpesh. Meqense Këshilli nuk ka nxjerrë një akt formal, ligjor, vendimar për certifikim, konsideroj se është e domosdoshme që ky veprim të ndërmerret pa vonesë, sepse cënon në rënd ligjshmërinë e Këshillit dhe fillimin e ushtrimit të mandatit anëtarës së zgjedhur. KPK nuk mund të vënoj, bllokoj apo kurzoj certifikimin kur nuk ka shkelje të konstatuara. Certifikimi është detyrë, jo zgjedhje. Vullneti i trupës elektorale është normë kushtetuese dhe i pa prekshëm, sepse ligji për KPK përcakton kandidati që merr më së shumti vota fiton të drejtën për të zgjedhur. Ajo që ka unë sot e pash nga fjalimi juaj kryesor në këtë çështje, atë që po ashtu ju keni një opinion ligjor. Unë, si antar i Këshillit Prokurorial, nuk e di për kolegët e mi, ta mund të deklarojnë secili për veten e tij, por për hir të opinionit publik, unë nuk jam i pajisur me një opinion të tillë ligjor. Nuk e kam pranë vetes, prandaj nuk di se për çfarë opinioni bëhet fjalë. Po nëse ka një opinion të tillë, do të ishte mirë që të na pajis neve me atë opinion, sepse ne nuk e dim. Ne opinion ta kemi pak këtë opinion, ta dim se çka përmban ai opinion, kush e ka lëshuar atë opinion. Derisa derisa ne ta sigurojmë kopje të opinionit që ju i referoni, sepse keni parasysh ne mund të diskutojmë ose të vendosim mbi bazën e një opinioni që anëtarët e Këshillit nuk e kanë para vetes. E derisa të pajisim me këtë opinion, kam dy pyetje për ju. Kush keni marrë autorizimin për sigurimin e këtij opinioni, sepse kjo çështje në Këshill asnjëherë nuk është diskutuar. Dhe pse neve ky opinion ligjor nuk na ka ardhur zyrtarisht përmes arkivit, ashtu siç na ka ardhur gjithmonë para zyrtarimit në rast për përdorjen time 3 vjeçare në Këshill, gjithmonë çështje që janë diskutuar në Këshill dhe që ju kemi referuar si të tilla, kanë ardhur paraprakisht me vetë ftesën që është siguruar. Prandaj kisha këto dy pyetje për ju derisa na sigurohet një kopje në fjalë. Për çështjet e organizimit të mbledhjes dhe për çështjet e udhëheqjes së mbledhjes me cilësinë e ushtruesit të detyrës së prokurorit të shtetit, vetë kam kërkuar me autorizim, si themi vetana, që kërkoj një opinion në mënyrë që të jetë një aspekt teknik, siç e thashë më herët, opinioni nuk është detyrues, po është këshillues, dhe opinioni që e kam siguruar me kërkesën time, me parashtrimin e pyetjeve, zyrës apo departamentit për çështje ligjore, do të jetë pjesë e dosjes së kësaj mbledhje. Opinioni do të ndihmojë në mbarvajtjen dhe udhëheqjen